apo sepse Bashkimi Evropian ka nevojë urgjente tashmë për stabilitet në të gjithë Ballkanin dhe cilat janë arsyet kryesore pas këtij ndryshimi të qëndrimit nga ana e Brukselit? Unë e shoh më shumë si arsye gjeopolitike se sa përmbushje formale e kërkesave. BE-ja ka nevojë urgjente për stabilitet në Ballkan, sidomos në kontekstin pas tensioneve të vazhdueshme tashmë dhe luftës në Ukrainë. Duhet të kemi të qartë një gjë që Republika e Kosovës luan një rol shumë të rëndësishëm në aspektin e sigurisë totale në Ballkanin perëndimor. Andaj Bashkimi Evropian nganjëherë duhet edhe të trajtojë Kosovën pak më mirë se sa e trajton në shumicën e rasteve. Në këtë rast e shoh që e trajton si një shtet normal dhe patjetër që i duhet edhe ndihma e Kosovës. Në fakt, nëse masat u vendosën visar pa ndjekur të gjitha procedurat standarde, a u trajtua Kosova si një rast i veçantë apo nga ana tjetër ndoshta si një shembull ndëshkimi do ta quaja dhe a u përdor si një mesazh politik për gjithë rajonin? Është e paqartë si lloj problematike Griselda të themi që Kosova u trajtua si rast i veçantë, sepse kemi edhe raste të tjera të shteteve të tjera të cilat e kanë ose të cilat janë trajtuar në këtë formë nga Bashkimi Evropian. Po besoj që masa duhet të shërbejnë si mesazh për qeverinë e Republikës Kosovës këtë të tashmen dhe asaj e cila vjen tash e të cilat do të vinë në vitet në vazhdim. Mirë po se sa të ta marrin këtë mesazh qeveria aktuale dhe qeveritë e ardhshme, kjo është pastaj një pyetje tjetër dhe do një analizë dhe diskutim tjetër. Por se sa i përket pyetjes nëse Kosova u trajtua si veçantë nuk besoj, nuk besoj që edhe në këtë pikë ka arrit një anshmëri e Bashkimit Evropian në raport me Kosovën. Por Visar, pse Bashkimi Evropian ende shmang një sqarim të qartë për masat politike dhe takimet zyrtare me qeverinë e Kosovës dhe mendon se ka ende mosbesim ndaj gjithë lidershipit kosovar pavarësisht heqjes së masave ekonomike? Unë besoj sepse ekziston ende mosbesim ndaj politikës dhe lidershipit kosovar. Heqja e masave ekonomike nënkupton normalizim të plot politik të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, por ekziston një kurszim i heshtur dhe BE-ja po besoj që në këtë kontekst pa marrë garancinë e plot nga qeveria aktuale, ndoshta edhe ardhshme e Republikës së Kosovës, nuk besoj që do të dalin me ndonjë njoftim të plot sa i përket gjithë kësaj situate. E qartë, por ajo që është më e rëndësishme, Visar, cila është garancia që tashmë ka Kosova se masat tilla nuk do të rikthehen sërish, ndoshta edhe pas një krize tjetër që mund ndodh në veri dhe apo funksionon ende ajo logjika e ndëshkimit kolektiv në thonjza për zhvillime të sigurisë? Nuk garanci të plot nuk besoj që ka BE-ja nga Kosova ose në sjelljes Kosova e ka marrë një lloj garancie nga BE-ja, para ishte zhbllokimi institucional, pra të përfundonin zgjedhjet e vitit të kaluar 28 dhjetorit, të lëshojë një pjesë atyre fondeve ose zhbllokoj dhe është kjo garancia tjetër që në momentin e parë që ju do të arrini ta konstituoni kuvendin dhe të formoni qeverinë e re, atëherë patjetër që menjëherë do të lirohen pjesa tjetër e mbetur e fondeve të bllokuara. Kjo është garancia të cilën e kemi marrë nga BE-ja, kundrejt Kosova nuk ka dhënë ndonjë garanci, nuk kemi parë që zoti Kurti të dalë me ndonjë njoftim sa i përket kësaj çështje. Kemi pas zonjën Osmani, e cila në këtë rast është e pafuqishme politikisht, edhe nëse jep deklaratat e soja. Prandaj Griselda unë e shoh të njanshme garanci nga Bashkimi Evropian, po jo edhe nga Kosova. Mendon Visar se ky është tashmë sinjali si dialogu dhe stabiliteti sigurisht po vendosen mbi parime demokratike dhe ku mbetën ndërkaq edhe përgjegjësia për dhunën që ndodhi në veri dhe sulmet që ndodhin ndaj KFOR-it? Ne nuk kemi parë ende mjaftueshëm nga Bashkimi Evropian për të parë që ndoshta parimet e tyre janë të vendosur mbi aspektin demokratik njerëzor. Ende ka shumë hapësira dhe në shumicën e
themi rasteve, ata shihen që janë të njëanshëm pra në raport Kosovë dhe Serbi. Se çfarë do të ndodhë ose pse nuk ka ende themi sa i përket individëve të cilët kanë po problematika, sulme e tjerë në veri. Kjo është më shumë çështje e brendshme, po besoj se sa çështje e jashtme dhe Bashkimit Evropian. Të gjitha këto duhet të iniciohen nga Republika e Kosovës dhe duhet të filloj Republika e Kosovës me hapin e parë dhe pastaj BE-ja ta ndjek. Mirë po ne e shohim që në Kosovë edhe kriminalet e luftës për të cilët ekzistojnë dëshmi të gjalla sa i përket krimeve të cilat i kanë bërë, dënohen me 10 deri në 12 vite burgim. Pra nuk besoj që Kosova vetë si vend e ka guximin dhe ka themi dëshirën të filloj dhe të tentoj të bëj diçka më shumë në këtë drejtim. Mendon Visar se tashmë Bashkimi Evropian po rikthehet ndoshta si një partner strategjik për Kosovën, apo thjesht po menaxhon një krizë pra që vetë krijoi sa i përket këtyre masave ndëshkuese, dhe çfarë ndryshon realisht ajo që është më rëndësishme për qytetarët pas heqjes së këtyre masave? Mund të themi Griselda BE po menaxhon një krizë të cilën e shkaktoi vetë, sesa të rikthehet realisht si një partner strategjik për Republikën e Kosovës. Për qytetarët, ndryshimi konkret është i kufizuar, pra disa fonde dhe projekte rikthehen, por pasiguria politike mbetet. Përderisa kemi një lloj kaq të madh të pasigurisë politike dhe mbështetje nga Bashkimi Evropian, atëherë nuk mund të themi që BE-ja po menaxhon krizën siç duhet. Ndërkaq Visar, do të shoqërohet kjo me hapa konkrete drejt integrimit, apo do të ketë vetëm deklarata pra ashtu si ka ndodhur edhe më herët? Po besoj që BE-ja është më shumë interesuar ta mbyll një kapitull të gabuar, sesa ta hap një të ri. Pa hapa konkret drejt integrimit, kjo mbetet vetëm në nivel deklaratash politike të cilat vijnë nga Bashkimi Evropian, por nuk shoh diçka konkrete në këtë drejtim. E qartë. Mirë, Visar, ndërkaq unë doja të ndalesha pak edhe tek gjeopolitika, pra sa i përket marrëdhënies së Iranit dhe SHBA-s, një mundësi për të ulur tensionet dhe për të shmangur një luftë tashmë rajonale, duket se po hapet pra nga informacionet e fundit që ne kemi marrë. Raportohet se të premten pritet një takim i nivelit të lartë mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në Stamboll. Si e sheh Visar, pse është zgjedhur pikërisht Stambolli për këtë përballje të ndjeshme diplomatike? Besoj që Stambolli u zgjo për shkak të pozicionimit të tij neutral, lidhjet e Turqisë me të dy palët dhe kapacitetit të garantuar në diskrecionin politik i japin mundësi Turqisë që një farë forme të jetë organizatore e një takimi me nivele kaq të larta. Ndërkaq Visar, Turqia ka shfaqur sigurisht me vite me radhë aftësi të ndërmjetësimit në linjën e mesme, duke mbajtur kështu edhe kanale komunikimi me të dyja palët. Mendon se po shndrohet tashmë Turqia në negociatorin kyç sa i përket Washingtonit dhe Teheranit? Unë e shoh Turqinë, Stambollin si vendin ku mund të shmanget lufta, por ku edhe tensionet mund të testohen deri në maksimum. Sepse gjithçka varet nga dëshmëria dhe kompromiset ku Turqia ka dëshmuar për vitet e tëna